A ka sot, kur po flasim, a ka ndonjë kryetar të komunës që vëzit vetur të ndonjë biznesi caktuar? Për kryetar nuk e di, për nën kryetar ka. Kemi numër të politikanëve të cilët shfrytëzojnë vetura të cilat nuk janë në emër të tyre. Kjo është, jemi duke shqyrtuar mundësinë se si ta vlerësojmë dhe si ta rregullojmë këtë temë. Në qoftë se nuk ke, për shembull, një pozitë drejtuese, çfarëdo niveli lokal apo qendror, vozit veturë e cila është qindra mijëra euroshe, po nuk është në emrin e tyre, as nuk është në emrin e biznesit të tyre, ne du ta shohim se si është. A keni me publiku emrat e këtyre? Ne tashmë po besoj që shumë shpejt do t'i publikojmë. Përveç nëse na ndalon ligji. Për momentin, fillimisht do t'i dërgojmë prokurit të shohim si po rrjedhin punë me prokuri, pastaj do t'i shohim mundësitë edhe për t'i publikuar. Po besoj që nga ky vit do tentojmë si agjenci ta përdorim edhe publikimin e dhonave si formë presioni që institucionet tjera të bëjnë të jenë më azhure në kryen e rasteve tona. Unë jemi të vetëdijshëm që edhe prokuria gjyqësore kanë qindra mijëra raste tjera, po për neve janë të rëndësishme rastet tona dhe do të tentojmë që edhe për neve janë shumë të rëndësishme. Po du me undal edhe pak tek kjo pjesa e përdorimit të veturave. Për shembull, ndoshta do të publikohen emrat e këtyre zyrtarëve që i kanë përdorur veturat, po që nuk janë emër të tyre. Po a kanë me u publikua dhe emrat e pronarëve real të këtyre veturave, sepse potencialisht këto vetura mundër me qenë të ndonjë biznismeni, që një ministri, një komunë mundet me dhanë të ndirat e qaj? Kjo është ideja jonë. Në qoftë se kryetari i komunës X vozit veturën një biznesi të madh të asaj komune, ndërsa i njëjti për shkak të procedurave mund të jap leje ndërtimi më të favorshme apo më të shpejtë të tjera, ne do të tashmë të tentojmë të bëjmë këtë ndërlidhje. Do të ndërlidhen sepse vetëm vozitja nuk është shkelje në vetvete. Po do ta shohim a ka përfituar nga ky favorizim biznesit, cilën është duke e sponsorizuar lëvizjen e zyrtarit me veturë të mirë. A ka sot, kur po flasim, a ka ndonjë kryetar të komunës që vëzit veturë të ndonjë biznesi caktuar? Për kryetar nuk e di, për nën kryetar ka. Nën kryetar ka. Ministra? Për ministra jo s'ka. Zëvendës ministra? As zëvendës ministra nuk ka. Deputet? Ka pasur të kaluarën, tashmë nuk e di me numrin e ri. Pjesëtar të kabinetit të qeveritar? Nuk mund ta them tashmë në detaje, sepse edhe kanë lëvizur, po kem pasur një pozita goxha drejtuese. A është një nën kryetar, a janë shumë nën kryetar? Unë e di të paktën një. Cilës komunë është, a mundemi me ditë? Jo, për momentin, sepse do të zhvillojmë procedurat, pastaj të jemi, sepse nuk duhet tashmë ta shënjestroj e pastaj të ketë ndonjë arsye goxha logjike për përdorimin e saj.